Shia ti lap, mbaj gjallë. Patjetër. Funksionon lavanderia. Lavanderia Do ka bërë. Shprova, pikturova, bëra gjëra të mrekullueshme në kohën e izolimit. Shkrimtarët kanë nevojë për pak izolim. Nuk e dia duket se jam shumë larg, kjo është Maria nga Mfloti. Që kamera nuk lëviz asnjë njeri. O Maria of Milot, who made coffee for the Skoda drivers of the North, the embodiment of womanhood. Through the coffee you knew how to make. You knew how to brew it, and the men loved you fiercely because of what you knew. I was a child and never saw Maria of Milot. The grown-ups spoke of her every day, beautiful with thread-like brows, and on her neck a coffee bean, a beauty mark. Ah, Mariana, with your marked neck. And Bali, who made coffee for the Writers' Union, had a coffee bean beside her nose. Women with coffee bean, beauty marks on their bodies, sensual, compelling, veined, shapely. A few days ago I dreamed with open eyes, and the dream said to me, from now on your will, wear stiletto heels. I don't know what they are, but high heels, the kind that pierce men's hearts and pinch through bodies' waist into the liver. Into the liver. Ah, passion does not pass away. Passion is only squandered, while what spurs, it is forgotten. You must use this pure. Risotina. Ah, më ferma. Çka ke bërë? Madam, How are you, monsieur? Që ka që ftohtë këtu, si të ndezim në kondicioner? I kishe rrit frigoriferte? po. Shumë i mirë. Të pres tak. Ke bërë shtrydh lëng me fruta egzotike dhe me kastravec? Po. Kombinim shumë i bukur. Kam lexuar kod deri tani, s'kam pas fare, më pas ka gjë, bëra prova. Je m'appelle de français, parisien. Tu veux en français ou albanais? Do shfrëngjisht a shqip? Français, albanais. Uno café. Poem dy kafe. Ou deux cafés. C'est pas facile, nuk është e lehtë në frëngjisht.
Ja, bën edhe shqip. Lexoje, vetëm lexoje poezinë, unë po ta moj. Atëherë, se di kjo arri mirë këtu për mbaj në dorë. Atëherë, ky është një botim që më ka bërë Loreta Shillok, shtëpia botuese Shillok në Gjermani, është anglisht, shqip, frëngjisht dhe gjermanisht. Për kafen kam shkruar gjatë kohës izolimit, kur ishte periudha e pandemisë. Sensacionet pa rëndësishme u bën të jashtëzakonshme. Një nga këto ishte kafeja, që jepte gëzimin e vetëm që i kishte ngelur ditës në atë periudhë makthi dhe izolimi. O Maria nga Miloti që bëje kafe për shoferat e Skodave të veriut. Mishërimi i femrës ishe, prej kafes që dije ta bëje, dije ta shkrije, dhe burrat të donin fuqishëm, sepse ti dije. Qa ti bëj mikrofonit? Mirë punon. Nuk punon? Po tashi? Alda shoni. Shohim dhe një herë gjatë? Më fal gotën. Shpejt. Punon? Në rregull. Po. Shkojna me Marian nga Miloti. Atëherë ta filloj dhe Jerja ka se unë pas kam qenë out, më duket. Jemi te poema e Marias nga Miloti, që kam shkruar në kohën e pandemisë, pra dhe një herë. O Maria nga Miloti, që bëje kafe për shoferat e Skodave të veriut. Mishërimi i femrës i ishe, prej kafes që dije ta bëje, dije ta shkrije, dhe burrat të donin fuqishëm sepse ti dije. Isha fëmijë dhe asnjëherë nuk e pash Marian e Milotit. Të rriturit flisnin për ditë për të, e bukur, vetulla nga i tan, kishte në qaf një kokër kafeje nishan. Ah, Mariana, gushën me nishana. Mariana, gushën me nishana. Kurse Bali, ajo që bënte kafe te klubi i lidhjes së shkrimtarëve, kishte një kokër kafeje anash hundës. Gra që kanë kokra kafeje nishana mbi trup. Gra që kanë kokra kafeje nishana mbi trup. Sensuale, thithëse, venoze, kallup. Kam parë një ëndër me sy hapur këto ditë. Ajo më tha, ti do të mbash këte e tutje taka të holla, nga ato që ngulen burrave në zemër, kurse çunave të riu pickojnë ijen në mëlçi. Taka që kërcasin sikur thyen kafe, të ngrihet tensioni. Ah, pasioni, nuk kalon pasioni. Pasioni vetëm shpërdorohet ndërsa motivimi harrohet. Duhet ta përdorësh motivimin. Ai të vjen, por të lë, po nuk e përdore. Unë kam humbur kush e di sa motivime duke i lënë pas dore. Këto fjalë më shkruante në provim një student i gjenisë naive. Dhe i gjithë kjo parantez vetëm për një filxhan kafeje. Kur isha shtatzan me ir,
haja kafe me grushta. Dhe i merja erë bidonit të vajgurit, derisa të mehesha. Thomëni, çfarë logjike mund të ketë në këtë kërkesë trupi, dhe në cilin trupim logjike është përhapur dëshira gulfuse e imja për një kafe? Për një kafe. Për një kafe. Baj mimoza Ahmeti. Piano baj Jaka. Tezefekja na shikon të filxhan. Filxhani i saj ishte më parashikues se Samoti, më transcendent se Mesha, më shkencor se Kimia. Për sytë tanë, për mbi filxhan, Tezefekja ishte perëndia. Unë edhe mundem t'ju avizatoj që ta shikoni, dhe ja ku e kam këtu, nuk e di nëse duket. Kjo është Tezefekja, Kozi, Mami dhe unë. Kafe Rausch bei Mimoza Ahmeti. Ja digjari komshia ma shiti mullirin e kafes së përpara se të emigronte në Itali. Dhe kur u kthye, kërkoi të ma blinte sërish. Jo, nuk e shesi, thash. Ta bleva sepse e doja. Ja, dimbeti aq që zhgënjyer, sikur po e tradhtoja. Ne kishim pasur në shtëpi një mulli vegan kafeje. Duheshin 2 veta për t'ja mbyllur kapakun dhe 3 të tjerë për t'i rrotulluar krahun e dorezës. Dhe kjo pasi i kishim rrasur mirë te kofshët e mamas. Por kafeja që nxirrte ishte magji. E holl si hi dhe kishte aromë alivani. Oh, Antuani. Aromate. Pastaj Bataklani. Aroma alivan. Kur e përcolla Antuani në aeroport, pash në duty free një mulli, edhe ja bleva. Ja shtiva me zor në duar, dhe nuk e pash më atë dashuri të bekuar. Oh, ç'pas ke bërë, më tha Irini që merrte vesh nga dhuratat. Po nuk i jepet mulli kafe e moj, tjetrit, se i jep gjithë hallet e botës. Ç'thua, i thash. E pa frym rash në atë kujtim, i cili qënkësh edhe pinakli i jetës sime, sipas astrologes Mari. Shikojni pak Antuanin. Syti ka më sipër se sa ja kam vizatuar. Kështu kam shkruar aty poshtë. Pinte duhan dhe jetuan bashkë 8 ditë. Pastaj ndodhi Bataklani dhe ajo trem shumë nga terrorizmi edhe su duk më. Eci në Paris. We go to Paris. Kudo që jam unë eci në Paris. Franca është refeneja ime. Franca është kafeneja ime. Ndoshta nga që gjyshja jetoi në okupacionin francez. Okupacioni. Çfarë është cioni? Më mirë mos ma thoni. Po dal mëndsh nga dëshira për një kafe, kafene, kafe bar, kafe shop. Kafe Flora mbushur plot. Ju kujtohet kënga? Kafe Flora mbushur plot. Në Rom të bie të fikët nga Roma kur kalon anash kafeneve. Italia është një taverno e madhe. Kafesh, kum hapur.
Por Parisi, Parisi, i ka karrike të holla, të duke sikur do thyhen prej dëshirës për t'u lakuar rreth vitheve të tua. Epen duke murmuruar, Como ça va, notre cher mimosa? Sikur të mbajnë në duar ato karrike. Dhe ndërsa ulesh për të pirë, xixa dalin nga nofullat, prej nepsie. Zgjatohen gishtërin nga dëshira për të tërhequr filxhanin pranë. Zgjohen bulat poshtë thonjve tek rrokin bishtin. Hapen flegrat e frymës para se ta marrësh hurpin. Bie vernik nga qepallat e mbyllura për mbi faqe. Sa po të rrjedh në përluk glënçka e parë, çel amza duke kaluar nga fytit e tëmthat, ngop të pangopshmin, trurin. Fiken organet, bien një nga një në ritmi. Parisien. Çdo formë mendimi që përbënte problem tretet. Kryet bie lirish në univers. Nuk ka gjë tjetër përveç distancë shpluar krejt me prani, kapilaritet, qetësi e më në fund je vetë ti. O Zot, u zgjova sot me lumturin që mund të prek ëndrrën e një filxhani kafe, që mund ta pi me nge, vetëm moment ky që intimisht më lidh me veten. O Maria nga Miloti, imat të dëshironte vetëm e të dëgjuar, ime më xhelozonte për ty, inferioruar, midis burrave ishe ti që vendosje sens dhe rend, unë të ëndëroja një ëndër e ndaluar, prej krejtve ti ishe heshtas apo haptas e dëshiruar. Në navujt e ekspresit dhe zhurmës elektrike të tubit që futej brënda xhezves, duke fekonduar pas banakut shpirtërat pritës me aromë deliruese të kafes. O Maria nga Miloti që e kishe për buzur një burr, i cili të pati kërkuar ujë pasi e kishte pirë kafen, pra pasi kafen e kishte pirë. Ati nuk i mbushe filxhan kafeje më kur, edhe ja bëre shumë mirë. Sepse në ritualin shqiptar është që kur pi kafen, ujin do ta kesh pirë përpara ja dhe përgjatë, po pasi ke pirë kafen, duhet mbetet shija e kafes në gojë, ndryshe nuk je kafexhi, se njeh kafen. Dhe ai i kërkon ujë mbasi kish pirë kafen dhe ajo degustua komplet. Sepse kafeja nuk ishte vetëm kafe, po dhe një ritual që ka metodën e vetë se si zihet, si pihet edhe si ndihet. Prandaj janë gjëra shumë thjeshta që konsumohen në atë që quhet e përditshmja, por kur e përditshmja e humbet veten siç ndodhi në pandemi, kuptojmë që këto gjëra janë edhe të shenjta. Këtu kishe shkruar kjo botusja ime fjalë shumë të bukura për artin tim. Në frëngjisht ma ka përkthyer një përkthyese shumë e mirë që jeton në, ajo nuk është përkthyese, është fizikante, po e njeh shumë mirë frëngjishtin, Fulvia Shtëpani. Në gjermanisht ma përktheu vetë Loreta Shillok, ndërsa në anglisht ma ka përkthyer një përkthyes që ka përkthyer edhe Ismail Kadaren John Hodgson. Mund të lexohet dhe ndryshe ndoshta këmbi emër. Jam shumë e kënaqur me botimin, falenderoj Loretën. Edhe mund të lexoj ndonjë fjalë ndoshta që ka thënë ajo për letërsinë time. Kjo poem paraqitet si një strukturë poetike shumë planshe, në të cilin objekti në dukje i përditshëm kafeja ngrihet në një parim qendror estetik dhe simbolik. Në traditën e poezisë moderne,
Kuptimet ekzistenciale, funksioni i saj si shenjë kulture, mediumi si kujtesë dhe si intensitet i përjetuar në trup përzihen pra gjitha këto në formën e kësaj poeme. Përvoja individuale dhe imagjinata kolektive, figura si Maria nga Miloti apo Teze Fekja lëvizin në një hapësirë tensioni midis kujtimeve konkrete dhe ngritjes mitike. Ato nuk paraqiten si karaktere të zhvilluar psikologjikisht, por funksionojnë si bartës të kodeve kulturore, siç është feminiteti, dëshira, rituali, pushteti shoqëror e tjerë, dhe shndrojnë në imazhe të ngarkuara simbolikisht, si në motivet e përsëritura të kokrës kafes apo mishërimit të saj tek nishani. Plot fjalë të mira ka aty, po. Desha thoja që përvojën sensuale, mitin, ndoshta edhe kodet e shoqërisë sonë janë përpjekur t'i transmetojë dhe këtu në ferm, nëpërmjet atij humorit. Si thoshte kjo Fulvia Mimoza, ka një humor acid. Më pëlqeu, ishte këtu shumë e bukur. Ishte në fund të librit. Kjo është Maria nga Miloti. Nuk e dia duket se është larg. A ka ndryqim. Loreta, të falenderoj shumë për këtë botim luksos. Fulvia, të falenderoj shumë për përkthimin me shumë dashuri, edhe për shkrimin që kishe bërë për librin tim Nocionet të humbura ose të shkreta. Nocionet shkreta që u botua vitin e kaluar frëngjisht. Jam shumë mirënjohëse se ti bën shkrime shumë dinjitoze. Edhe Lori gjithashtu. Përshëndes John Hodgson që mori mundimin të ma përkthej falas të poem. Më ka ndihmuar dhe herë tjetër. Përkthys i jashtëzakonshëm. Edhe gjithë ky libër pak a shumë është bërë mbi baza vullnetare, pa suport financiar, pa asgjë, vetëm me nga dashuria. Fulvia ka shkruar që Mimoza Ahmeti është padyshim shkrimtarja më emblematike dhe intensive e literaturës shqiptare që ka udhëtuar si një meteor në një univers poetik 38 vjeçar, i cili eksplozon nëpër gjenerata. Me art autentik dhe delikat, me një onirizëm imaginativ, metafizik, deri në një derision, këtë se di, dhe humor acid dhe spiritualitet. Ajo është kthyer në një simbol të gjitha gjeneratave. Lulëzo mu i lulja me e bukur në botë. Për Zotin, sido që tjetë do lulëzoj me ato mjete që ka, mundësi që ka, dhe besoj se për shqiptarët do ta kem një cep edhe unë ku të punoj ndjenjat edhe mendimet e mia në qetësi. Besoj se ka që për mua do ta bëjnë. Literatura e Mimoza Ahmetit i simbolizon, i ngjan një labirinthi. Labirint jam. Kjo është absolutisht e vërtet, i ngjan një labirinthi. Edhe gjithë që kam bërë këtu ferm, ka qenë një labirint, pa fillim, pa fund. Me një rivazh të një shpikje, ose invencioni. Invencion është si me thënë shpikje. U knaqëm, të lumë. Faleminderit shumë. Qa s'kom gjuhë dhe pejteje. Faleminderit shumë, po ja ka. Po, zamër? Ti mendon që kjo mund bëhet këngë? Po, aja me frangëzisht.
Me ata italisht, e kafën franceze dhe italiane. O Maria, o Milot. Kjo është frëngjisht. A ti do ato kafenet? Ato... Po, kafenit. Ja të shofë se sa di me lexu. Unë e di gjermanisht. Kjo që ka gjermanisht? Po, kjo është gjermanisht. A po që i ki? Po, e kam gjermanishtën këtu. Nuk e di, mund lexosh gjermanisht në gjë të vogël? Qose ma lejan. Ku duash ti, çat pëlqen ai pjesë?